Mirë se vini në kanarin tim VIP TikTok LG. O të qifsha të temë unë gopse, dhe unë që e mbroj, nuk e mbroj kotore. A e di ti vendimin e gjyqit, ore. Se unë për vete që i dal kra, nuk i dal kot. Në vendimin e gjyqit të ti thuhet qartë, e zez mbi të bardh. E zez mbi të bardh thuhet qartë, që nuk ka shtën vetë gjëre, nuk ka vrar njeri, po ka pasur djeni, dhe nuk bërë pjesë për të zbardhur ngjarja dhe ka ndënuar. Tani të shkine se mëske, se unë e kam shok për vete time, e respektoj e vlerësoj. Ti qa piçkën e se mësdo? Ti me këta adresën Stella ik, se do të qitë të teme dhe ty do merem edhe me ty, po ik se se jam të resien. Gazetari bende tyren, po të qifsha të tem ty edhe gazetarit. Dakord? Ta qifsha të tem ty edhe gazetarit. Në rregull? A u kënaqe? U kënaqe re? Ti mbas asaj adresë Stella. A u kënaqe? Shikore, gjendi kush e futi kontrabandët qifsha Arop mu pjeth. Sa ta veti fusin e i shesin Brandenburg. Ku gjetja i, nuk shpiku, o të qifsha Arop. As nuk e mori me mision 007 James Bond brenda në burg. I shesin o të qifsha Arop me 2000 pound. O gazetar Kogloqa, i shesin 2000 pound, ben telefonin burg në Angli e ble. Shumë e thjeshto. Pse të regon ti sikur ka bërë kjo në një, në një shpikje, bomba atomike, ka bërë të re, tjetër. Po pa ti 25.000 shok, a i ka 25.000, ti nuk i ke as 25, as 4 ose 5. Këtu e ke problemi. Ja se 10 minuta e do të mbyllë. Këtu e ke problemi ndje, gazetari, sa i ka 25.000. Kjo të ka bërë për shtypje ty, ka 25.000 a i, ti nuk ke. Qa avokate është a i e barbon e shë putit avokatore? Qa avokate është është? Nuk beri thirrja jo të qifshat të temë se kush do pagoj. Ne që paguam, paguajtën vetë. Paguajtën vetë, për shefin ton personal, si që paguan ti një shishe e verë. Në regullore, o kokë shpullë. Si që paguan ti një shishe e verë, kur pi në i verë me në i shokun tem ti, spionona i shqiptarët i të shkreto. Vete i thoi atje dhe shteti ti do dalësh, në krau tjetër i thoi shtetit më tha moj që e ka bere fut brenda. Edhe t'jep shteti ty bonus, ty kokë shpull, t'jep bonus shteti, t'je merë bonusin nga shteti, dhe si kokë shpull që je, vete me na i kokë shpull tjetër edhe pina i gotë verë. Edhe do të dukesh ti si kur ben jetë luksi, jetë mirë, jetë spioni. E vete ti pi verë 200 pound, 300 pound, 500 pound shishja. Dakor, ti prish lekët kështu. Ne i prishim me qa duham ne, pëse ty do t'jabim në varin dhe si i prishim lekët. O kokë shpull. Gënjeni të dy, u qifsha të tema të dyve. Se 5 milion pik ishin e R3 dhe me dorez. Ja që s'keni informacion prap. Të dy gënjeni, si janë 20.000 pound ose 21.000 pound? Si janë o gazetari? Edhe ky, që është ky, analista avokati. Ishin R3 ato dhe me dorezëve. Dhe kanë qenë 9.000 pound. Tani, në qofse në llogarinë e ati nuk janë 21.000 pound, i bie që ja keni vjedhur ju. Kështu që ju të dy, i detyrore një këti zotëris 12.000 poundore. E kuptoni apo jore? Juve i detyrojeni 12.000 poundani, se zotëria dhe llogaria e ti ka 9.000. Në ana psikologjike, mbas ju pa ju, ka menduar që ishin 21.000 pound. Kur i ka parë, po, i ka parë ai, kishte 9.000 pound, tani ai ka kaluar në depresion. Se thot shmupen lekët. Se gazetarët thanë kaq. Që u qifsha mo... Ministrisë Britanike kush i tha o të qifsha të temë?
Aty u ngeli puna jo, për folë me Ministrinë Britanike. Kush i tha Ministrisë Britanike? O kokë shpull. Kush i tha? Ore ju binim qaf njerëzve pa kuptuar ore. Edhe pastaj ai që vret ka faj. Faj i ngelet ore, keni dëgjuar apo jo ore? Ati që vret faj i ngelet, faj nuk ka ore. O kokë shpull. Faj i ngelet ore. O kokë shpulla. I ngelet vetëm faj. Ati që vret i ngelet vetëm faj. Dhe në fund të fundit bën vetë dënimin në gjithsecili ore. Të bia unë në burg nesër pas nesër. Se bën një vepër, edhe del t'i kokë shpull më komenton mua. Po të qi ropë të. Po të qi ropë të shkon këti të meresh me jetën time. Kush je ti ore? Po kush je ti ore? Atë preva ty, atë vodha ty, atë sakatova ty. Që pirin e motrës do ti ore qatë? Unë e pagoj para ligjit ore. Po ti kokë shpull, kush je ore? Jo orë të qif deri të tem, jo. E ke prap gabim. D'akordo. Po ty t'u bëj qefi, edhe si kur t'jem blokuar. U kënaqe ti. U kënaqe ti, se do i mbaj TikToku tani këto leket, edhe TikToku do t'i investojnë në vepra publike. U kënaqe? Ha u kënaqe të qifsha të tem. Po mirë e gazetari Karit, se edhe unë që them nuk them kota. A ke parti kur ka bërë mira i djali që nga burgu? Pse se nëzorë televizor ju? Pse nuk e nëzorë të televizor ju? Kur a i djali ka bërë thirrje dhe ka edhur lek në xhepi? Një sekund. Po këto nuk i nxjerrin atare. Ata nuk i nxjerrin që ky zotëria ndihmon njerëz, këta nuk e nxjerrin. Që ky zotëria thot mos bëni veprime që të sjellin këtu ku jam unë. Këta nuk e nxjerrin. Që ky zotëria ka dhënë gjithandej lek në burgofonde 500 pound, 1000 pound, gjithandej ore. Këtë nuk e nxjerrin këta gazetarët. Që ky zotëria ka bërë vetëm mirë, këtë nuk e nxjerrin gazetarët ore. Pse re gazetar kokë shpulla? O grande, pse re gazetar kokë shpulla nuk e nxjerr? Se ju e dini historikun e këtij ore që ka bërë mirë kë. Pse nuk e nxjerrni? Pse nuk e nxjerrni ore? Apo se nuk e bëni do të vetë mirën ju? Edhe për një të keqe që bën dikush direkt ju në televizor. Aty jeni të parët ju. Ore kokë shpull. Jo, ajo është pamja e dhomës ku ai të qi motrën ty. Ajo pamja. Ky mendjen akoma ka ngelur këtë shuma. Fitoi shumën, mori shumën, kapi shumën, arriti shumën, shuma. O kokë shpull. Po ishin lekët e mia, ishin lekët e Aleksit, ishin lekët e Pablos, ishin lekët e ca çunave të tjerë këtu. Qa piçkëme se mos do t'jetë qifra, se qa bëjnë me lekët tona. Mos do t'i japim ty. Mos do të bësh edhe ti TikTokist të hapësh live-in edhe të vime edhe ne të bësh një lojë me organizim ti. Mos do të bëjmë një lojë bashkë me organizim. Po humbe, do të qim motrën. Do të bëjmë një lojë me dënim. Po humbe, çu ta bëjmë? Po fitove, ti ikësh në piçkë të zonjës. Po humbe të qim motrën. Ta bëjmë me dënim. Se kështu lozim në TikTok. Nuk po lozim me lekët e shqiptarëve njëre. Lozim me djersën tonë. Lozim me djersën tonë, o kokë shpulla. I ko meroni me ata që lozim me djersën e shqiptarëve. Alë ti kokë synet, pas ke pasur informacion që ata do investojnë 20 milion pound, dhe si kokë synet që jeti dhe kokë shpull, ti ke spionuar dhe është e sigurt që aty ka pasur ndonjë profit ose ndonjë fitim që jep shteti për kokë shpullat si puna jote. Dakor tore, kokë shpulla. Dakor tore, o kokë shpull. Ti kokë shpull, ke spionuar
Sepse për spionimet që bën Angli, të paguan një kokë shpull si puna jote, e paguan 1.000 pound ose 2.000 pound ose 500 pound edhe një shishe verë. Kështu që ti kokë shpulla je paguar për këto që ke thënë. Je paguar, ke marrë lekët. Problemi që ndron këtu, që ti ke gënjur. S'kam gjë pse ke folur ti ore. Po ti ke gënjur. E para njerë ke thënë që e ka futur kontraband. Nuk e ka futur kontraband, ka bërë blerje kontraband brenda burgut. Në burg e fusin ata çan ata security. Një. Ke thënë ka marrë 21.000 pound, nuk ka marrë 21.000 pound, ka marrë 9.000 pound. Adresa, ose si ka marrë ai, ose si ka marrë lekët ai. Adresa, janë hedhur adresës. Pa i mbase mund mos ta përdori adresën, e përdor për adrenalin, nuk i përdor lekët. Ku e di ti kokë shpulla qa bën ai me lekët, apo për qa e përdor ai TikTokun? Ai mund të lozi për adrenalin. Punë e ti, o jetë e ti, që punë ke ti? E kokë shpull? Apo të gjove ti ua 20.000 pound 5 minuta, sa kotë unë që punoj spion në Angli, e kam 1.500 pound çdo spionim, ta kisha do të 20.000, bërë gjeloz gjertit si kur shteti anglez tani, unë ngrit për qeli një fond 20 milion pound, që e u gjerti mos pajise do të me telefon në burg. E kuptoni sa largë shkojnë? Me fjalë, fillojnë tani flasin me gjera kështu, me halucinacione. Edhe aty do të qinë motrën ty të 200, që ti të ndjesh i lumtur. Ky aty e ka hallin, se do pagoj Anglia nga 4 milion pound për person. Ky e ka hallin se Anglia do pagoj nga 4 milion pound për person, edhe do pagojnë për 200 persona 800 milion pound si pas këti kokroçkës, edhe në momentin që ky do spionoj pastaj, do t'i bjerë vlera nga 1.200 pound e një shishe e verë, do t'i bjerë vlera, do jetë 120 pound edhe një shishe e ujë. Edhe këtu e ka hallin ky, nuk e ka hallin ky se qa do ndodhi me të burgosur tërë. Këtu se ka hallin fare ky, nuk e zero. Ky e ka hallin tek sa lek do t'a paguaj shteti pastaj për spionimet që do bëj. Ky ka halë se ngelet pa lek vetëre. Ky ka halë se do t'japin e një shishe ujë, mos t'japin e një shishe boshore, qonë. Ose mos t'japin kështu prej qelqi. Në fjalë, ky është shumë i lumtur që ati është marrë celulari. Në momentin që babale si ka marrë telefonin në burg, aty ka kuptuar që shoqëria jonë, njerëzimi, nga një pikë kritike, sa ju gjetë telefoni babales në burg, njerëzimi mori një rrjedhë tjetër. Ullën krimet, ullën vrasjet, ullën grabitjet, droga iku nga rrugët, nuk ka me korrupsion, doktorët janë ashtu si duhet, politikanët ashtu si duhet, çdo gjë po shkon më së miri. Pikërisht telefoni që kishte babalja në burg, si pas gazetarit, pas kështë qenë hataja me madhe që i ka ndodhur rruzullit toksor dhe njerëzimit që nga dita e krijimit. O kokë shpull, po e ke treguar sikur qa ka ndodhur. E ke treguar sikur qa ka ndodhur, o kokë shpull, o gazetar kokloqe. Se mos mendon se po të ofendoj, po të them atë çka unë mendoj duke të parë ty, se unë jam qorë. Kur të shoh kokën ty, më duket koka si kur e ke kokën si loqe. Është me sinqeritet, nuk është për të ofenduar. Se ashtu më dukesh ore. Dakord, se mos dëgjon ose ta nisi si video dhe thoj pse më ke sharë. Nuk të kam sharë ore. Kur të shoh ty, më dukesh si kokë loqe, po në ato kokë loqe dhe shpifura. Dakord ore. Dhe besoj se janë në të njëjtin mendim edhe pas ka prishur punë të burgosurve të tjerë. Tani gazetari tjetër thot kështu ky. Me fjalë, në ajo që ky e bëri publike, tani këta gjyna këta të tjerë që ngelën pa telefona. Me fjalë, ky u prishi punë këtyre të tjerëve. E u gerti mos kishte telefon, po këtyre të tjerëve u është prishur punë. Normal do ta jesh prishur punë atyre të tjerëve. Po piçke se mos, ore, po sa standarde janë këtu? O gazetari.
Me fjallë atyre gjuna atyre të tjerëve, këti s'ka gjë se kjo meriton të t'ja merë një këti se kështë fiton 20.000 pound kë. Jo, i ka me dhurunë unëre, o gazetari ka me dhurunë. Unë e qunat e gocat e tjerë që e ndiqnim atë aty. Na dukesh djali i mirë dhe besojmë se është djalë shumë i mirë, pavarësisht se ka gabuar në jetën e tij, është djalë shumë i mirë. Ne këtë mendim kemi dhe tham që ta bënim të ndjehesh mirë dhe të fitonte lojën që loste me një grek. Pse nuk dini ju dhe thoni që ishte një grek aty dhe ai greku kështu dhe ai greku ashtu? Dhe shqiptarët nuk përkranë ai sa duhet shqiptarin e tyre. Ja o dhëm neo. Tani del tje flet për lekët e mia, qifsha të temë në gopt. Si i bje tash? Kush e ti që del e flet për lekët e mia? Më thoi mua ti mund të ketë qenë angles. Unë jam shqiptarë. Qysh kanë qenë angles ata? Ne ishim shqiptarë të gjithë. Qysh janë të pa deklaruar ne jemi me emër mbi emër aty, o të qifsha të temëre. Ja odhëm se na desh Roshka se nuk jemi hetu sa ne të dim ku janë njerëzit, dakor to. Unë e dija për vete time o gazetari Kok Shpulla, ky këtë ma tanë, unë e dija për këtë betohem, unë e kam ditur se ai ishte jashtë dhe me ndjenim time ka qenë o me motrën tënde o me najtë qupën tënde. Kështu e dija unë i kishte dashnore. Kështu e dija re vlla. Edhe mendova se do shkonte edhe me pushime më mbrapa. Pse u hetu sa të dim në ku ndodhet tjetri? Nësë jemi hetusa, ne nuk jemi kështu detektiva, prokurora, çajaktare. Unë e dija se ai ishte me motrën tenda, me çupën tenda, se ti çupën e ke të madhe. Na mosha që ke, si Kok Shpull që je. Unë kështu e dija, për veten time dhe thash, ti e taj lek që t'iki të ndryshoj krevatin se mos ja ka dëmtuar sustat e ki parje dhe vejt e ki dyti. Tani qysh, do thosh ti pse i hodhëm në lek, do hetosh ti pse i hodhëm lek nea. Je miro, o Torolan. A je miro. Gazetarët që merren me këto rast. Hajde o gazetar, Kok Shpulla, hajde. Qa di bësh? Tani gjoni sekund, se tani ju do thoni ç'ke ti që del edhe i del krah. Po t'ishte vetë zotria, i dilte krah vetes vetë dhe mbronte veten e vetë. Kjo është e pa diskutueshme. Problemi qëndron që në përburgjet e të gjithë botës ka telefona. Kemi qenë gjithë të përburgje, edhe kemi parë që të gjithë kanë telefona. Madje kemi parë që çdo dhomë numër 1 e burgut është farmaci, është pika ku shitet droga, është pika ku shitet telefoni, është pika ku shiten cigare, me fjalë çdo wing e ka një dhomë 1 që merret me këtë lloj sporti. Burgjet në Angli, në djenin time, janë me security, nuk janë me shtet polici që kemi ne në Shqipëri. Dhe normalisht e kanë rrogën më të ullët se sa mund të ketë një punonjës në një vend tjetër të Europës, a ku di unë. Dhe normalisht, me sa kuptojmë ne, nuk i fusin në byth telefonat brenda, po i marrin kështu në dorë, pap e i qojnë brenda në burg. Unë kam parë telefona kur kam qenë në Angli, kishin të burgosët gjithë ande, flisnin kështu me video. E mua me është dukur sikur ishte e lejushme me të drejtën në fillim. Pyeta një gardian, tha bën 2000 pound. I thashun kur ka promocion, mund ta marr thash, po kam në një reklam. Kështu thash 2000 se marr dot. Po pati thash në një ulje, kur të ketë oferta tha do të themi. Pastaj mua më lëvizën nuk mora. Po mendova se ishin kështu të lejushme. Ai shumë kishte, seriozisht, unë shumë mendova se ishin lejushme, thash unë. Kanë gjithë vot, jo kishin gjithë. Drogë të gjithë. Mendova se ishin lejushme këto të gjitha. Pse të pa lejushme janë burg këto? Nuk e jam ditur. Mi që doli ky Kok Shpulla dhe na i tha. Mi që doli ky Kok Shpulla se unë nuk e dija. Unë i kam ditur, unë i kam ditur se ishin lejushme në burg. Kështu i kam ditur edhe. Duhan pinin gjithë me paketa, me të dredhur.
Ata thoshin lejohet vetëm vape, po. Diun, as dia unë të lexoja mirë anglisht ato rregullore ta. Se unë i shikoja të gjithë pini cigare si zotri. Nuk e di. Nuk e di, po sinqerisht, po më habit ky gazetari me këto që ka thënë sot. Sinqerisht sot po më habit. Gjithsesi çuna dhe goca, babale ju bën falat gjithëve, unë sot nuk kam folur me babalen, kam folur dje, në dark, edhe është mirë, e vlerëson shumë pjesën të atyre personave që janë interesuar dhe na kanë shkruar në privat. Ka shumë mesazhe, nga çuna nga goca, sepse i ka pasur dhe adresën time dhe normalisht ka bërë follow back shumë çuna dhe goca që i njeh vetë personalisht. Ja munduar t'ja çoj të falat nga të gjithë, ka qenë komunikim me familjen, dhe madje i kam thënë komuniko me familjen, sepse normalisht ata janë shkalla e parë e komunikimit që ti duhet të kesh, edhe për që është mirë. Kështu që mos keni merak për asgjë. Për sa i përket pjesës telefona gjëra kështu, nuk ka telefon dhe nuk besoj se do hyj dot në live. Ka që mund të them, se del gazetar Kokë Shpulla, pastaj e thotë çiko çfarë tha ky shoku babales. Edhe bën emision ai pastaj. Të bën emision ai pastaj. Po tani o Izet, unë kam parë olla tani në Burg. Tani kush ka qenë në Burg këtu, çuna keni parë ju drogë dhe telefona në Burg? Se po thot Izeti që keni parë ju apo s'keni parë? Pa komentoni qik. Ju që keni bërë Burg. Ja, shikoni ja. Po, thonë gjithëre. Të gjithën, po. Ore më kollaj gjeni një telefon në Burg, se sa të dalun të anjere, për qëtë një telefon në këtore. Në Burg, ja për në ati, telefon, 2000 panda, thot ai, urdhë, kurse të dalë shtu për jashtë, i kanë detët, se më do të për vete, që telefonit do t'je, të dyqanit, të kur të abet nesër. Shoj që, Nëse po që se vijë mos harroni bëni like dhe subscribe dhe shihni videon. Nëse të mbasim shikmendin me këtë lisi se për kohë këtive në ata stres.